A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu ju shpërbleft që vini. Së ne pres ditën e premte. Po ta dini e në të djelat mas namazit sabajt, ajo pak më vështirë. Atë mbajmë këshu. Edhe nuk e kini obligim të vini. Atë mbajmë tash për tash mas namazit sabah, ditave djela, Sewadul Azam është një libër shumë i rëndësishëm. Nëse së në vini atë pak të ndjeknja në YouTube, se bëhet fjalë për pikat më të rëndësishme të akides të ehli sunnet vel xhamatit. Dhe lexohet me një komentim shumë bukur, një myftin kohën e Abdul Hamiti që e ka shkruar. Atash të premtet ne e lexojmë Shifai Sherifin dhe këtu e keni pa tjetër të vini. Këtu nuk mjafton edhe interneti. Për qatë për në Danimark dëvish javët njëherë. Për në Amerikë dëvish javët njëherë. Ama me shpirt vinë këtu. Po. Allahu ish përbleft. Edhe të premtet mezi se i presim, po e ne që këto pushimet e gurbeqarve mezi që i presim. Dhe kushi që ka dyqane mezi se i pret, po unë e vërtet i pres shu për me pa ftyra muslimanësh, që e duan pejgamberin a.s. e duan rrugën e ehli sunnetit dhe të duan ty si një hoxhë, si një vlla, e nepse në vit shifesh 2-3 herë, ama kur shifesh ato 2-3 herë, si me u pa me ju 200-300 herë një javët. Djenjat janë të njëjtat. Shumë interesant është kjo. Për qatë, sa do që t'jetë distanca e largët, mjafton zemrat të jenë bashk, Allahu ju shpërbleft edhe inshallah sa herë që të vini bujrum derën e keni hapur dyert e zemrave njëherë, pastaj dyert e mezhliseve. Si tham javën e kaluar, kaluj një temë e rëndësishme e Shifai Sherifit, lidhje me a dashnia kishte përparësi apo miqësia, kalun do elementet bukra, besoj që kemi përfitu, e tash dhe lexojmë një derë shumë të shkurtër, ma pa dhe ndalim kamerën, dhe pëjmë një ujë, e ne dhe vazhdoj një derë sa la më i rëndësishëm. Tash kjo në ndërmjet mos va shkpuse koncentrimin se ka të bëje me një sunnet, me një dua, po ky imam i madh Kadi Iyadi e ka qelë si një kapitull, që kërkojmë vesilen për pejgamberin alayhis salatu wassalam. Edhe kjo është një virtyt që i takon vetëm atij. Dhe çka është vesile, kur e këndojmë duan e ezanit e përmendim këtë fjalë, ky imam e ka hap një kapitull të veçantë, një faqe e gjysëm, ja 15 minuta për këtë do flasim. Pastaj dhe vazhdojmë për atë dersin e rëndësishëm që thash javën e kaluar. Hadithi i parë vjen me njerë nga Abdullah ibn Amr ibn Asi, e ka dëgju pejgamberin a.s. duke thënë: Idha sami'tumul mu'adhdhina, kur dhe dëgjojni muezinin, pra ezani kur thirret në xhami, faqulu mithla ma yaqul, thuajni të njëjtën që e thot muezini. Pra këtu hadithi është i shkurtër, pi haditheve qera përfitohet, pa edhe ne e dim që jemi xhamati të xhamiave se vetëm kur thuhet hayya ala salah, ana hayya ala al falah, themi la hawla wala quwwata illa billah. Është sunnet shumë i fortë, fjalët e njëjta të muezinit, sa e mbaron muezini? Allahu ekber, ai thot 2 herë, ndalet merr frym, neve themi aty Allahu ekber. Pa nuk bëjmë muhabet në xhami. Nuk rrim telefon në xhami. Po hoxha më ushtet, ne as nuk rrim në xhami, ne zakonisht vim të uther kametit, jemi trealt apo. Pse hoxha të uther kameti? Ndonjëherë rrethanat i ndrojnë edhe sunnetet e ne farzet sun i ndrojnë, ama i ndrojnë pak do sevap e dush të fitosh më tepër, mund të ish më shumë gjunafe, mund të thosë hoxha, lebe më shko më herët në xhamaj. A ben gjom taj mu, hini fundit tu sos kameti, fale farzin e ne hik. Njetin e kam të pastër, se të njetin e thashën e kur isha i punësum në xhami e mbaj mend. Po se din calin ders kam thënë. Si be hoxha taj ashtu u thush bile u thash, unë nëse ta thom merresh për shumë seriozisht këtë tamam. Sot në për xhamia hyni vetëm falni namaz edhe dilni. Falni namaz edhe dilni. Dërish ma herët, dingjosh një 2-3 plesh të u bo muhabet. Dëngjosh edhe do shpreje me 3-4 shkronja, do organe gjenitale, më u çudit.
Po, e tash do duhet ose të largohesh prej aty, ose do duhet ti heshtësh ato. Do të prishet qetësia, di kthehesh ja ka mund sa i maqet, kujt betej maqet, shpajën teme, sa ju, apo se le tash ta, shif do ndodhi dhe një fesat, ngjohet ai hoxhën, ezani sesi dëgohet për jashtë, edhe për jashtë mundemi ti përsërisim këto fjalët e myezinit. Çka thot myezini të njëjtën edhe ne përsërisim. Kur thot hayya ala salah, la hawla wala quwwata illa billah. Hayya ala falah, la hawla wala quwwata illa billah. Po namazin e sabahut sa vete e dëgjojmë ezanin? Asnjëni, roft alarmi. Ma para kit me ezan janë zgju. E të namazi sabahut në ezan thuhet edhe diçka tjetër në gjatë ezanit apo? Es-salatu khairun min an-nawm thuhet apo? Namazi është shumë më i vlefshëm se gjumi. Namazi është shumë më i vlefshëm se gjumi. Po neve barem kurse monahike, kurse monahajle aleikum selam. Kurse monahike ndonjë rrem një nimsak. E ne jemi razi mo e dëgjojmë këtë fjalë të bukur të müezinit, vetëm ta bëj çat farzin çatej. Ka 3 i natës e falish sabahin, as sabah, as një dritë, as një kurxho. Vetë sipas fikut që quhet e ke fal, tjetër kurxho nuk quhet. As një ndjenje të namazit të sabahut, as një takvallek të nesërmit, as një kthjellje të trupit, as të shpirtit, as të trunit. Si robot e falish, s'dishën e çka e tu fal. Valla një natë unë gatrova, thash, gjum tu fal. Tu kanë namaz. A namaz natë e falsha, teravi falsha, yatsi falsha, sabahin. Po si dhe e falit e sabahin, ter i math, si dhe të kujtohet se sabahi është. Shumë dhe japim përgjithësi për që këtë që se bëjmë sunnetin e pejgamberit a.s. Të flejmë herët, të zgjojmë herët. Se li kanë, ndoshta dëkush për juve e bonat. Allah i ndihmov deri në frymën e fundit të boje qashtu jetën. Fale yatsin, futja gjumit. Zgjohu namazin e sabahut, jem bush me gjumë. Edhe mas asaj mos kish nevojë të flesh. E namazin e sabahut, çka thot müezini? Es-salatu khairun min an-nawm. Aty çka duhet të themi? Çka duhet të themi aty? Sadaqte wa bararte. Kët mos e harroni yani. Kalon te Halebi Saghiri. Hoxhallarët plesh tash që i kanë 80 kusur vjet. Kur ja kallzoi dani nejpi vet. O hoxha efendi, shepe ki hoxha Halebi Saghir tha, lotët dishkojnë që kështu. Shiqir dul një gjalirit, those Halebi Saghir. Tu thanë, Konstantin Gjiken ato emna, Ibrahim el Halebia, më vorë palesa vështirive. Medreset tona, xhamia tona janë lulzu me Halebi Saghir, ne nuk e dim çka është Halebi Saghir. Aty kalon, dhe ku ja shohish khairin, ja shohish njerë për veti. E kje një dije, dish ta zbatosh një sunnet, fitosh sevape. Ama si hosh, ku ja shohish khairin, e dish? Kur e lexosh me hoxhallarët Halebi Saghirin, vjen një plak mje kërbart në xhami, e në më tha, ezanin e sabahit, kur thot müezini, es-salatu khairun min an-nawm, e kum gju një hoç do thot para 50 vjetë e kanë gjuat hoç, na thoshte se duhet themi diçka. E ne kur i thuishte sadaqte wa bararte, po që kjo ishte. E ne më gjallë një sunnet që kish vdek 50 vjetë. Pa qatë ta lexojmë Halebi Saghirin. Allah i na bof nasip e ne atë ta përkthejmë gjuhën shqipe. Amin. Allahu i ndihmoft këtë hoxhallarëve që lexojnë Halebi Saghirin, që e kanë në për biblioteka Halebi Saghirin. Halebi Saghir thonë në kurxho tjetër. Do me thënë namazin e sabahut, sadaqte wa bararte. Kur dhe ngjojni ezanin, t'ju kujto me në unë. E në lutjuni aty Allahit, thënë ja Rabbi, rregulloja xhumin hoxhës. Se unë atër jom në gjumë të dish. E kom falë në 2:49. Sa u imsaki, qatër në 3:00. Allahu ekber, e në unë jom në gjumë, ti prite sabahin. U bom si ato. Bone a gjithot hoxha. Si hoxha mos u bon. Në zuhën e neve ki taksirat. Hoxhallarët e generatës gjike zë, gjishim në zë. Në 93-shit bare me thonë zë, që zëja, a gje? Sasati binit fleni, djarë. Bravo be, mashallah. Thumme sallu aleje, pasin baron e zani, dërgojni salavat mbi mua, Allahumme salli ala sejdina Muhammed. Sepse, kush dërgon salavat mbi mua njëherë, Allahu Teala ja kthen me 10 herë, dhe këto kanë kalu në për derse, çka do thot Allahu të ktheje salavat. Allahu nuk thot Allahumme salli, Allahu është vetë Allahu. Pra të dërgon 10 herë më tepër rahmet. Pastaj kërkonja për mua vesilen.
Vesile do të thot sebeb, vesile do të thot ndërmjetësimin. Pra pozitën, mekamin e ndërmjetësimit. Fe inneha menziletun fil gjenne, ajo është një pozit në xhennet që nuk i takon askujt përveç njënit nga robëve të Allahut, dhe thot pejgamberi, unë e shpresoj të jem ai. Prandaj kërkonja për mua vesilen, se kush e bën këtë dua mbas ezanit, i bëhet halal shefati jem më jatë. Për çat, sa herë që dhe dëgjojmë ezanin, mos përtojmë, me njerë, shumë dua e shkurt është. Ta bëjmë, parës u dëgju ezani, nuk e bënëm, kitë tash bashk mund ta bëjmë. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme, rabbe hadhihi da'wati tamme, was salati l'qaime, ati Muhammeden il wasile, wal fadile, wa ba'athu maqamen mahmuden alladhi wa'adtah, innaka la tukhlifu al-mi'ad. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ka dhe do rivajete tjera, helbet dhe një fjalë u hiki, ka në disa rivajete 2-3 fjalë ma tepër, derexhet e rafiat el alija, kalon e kështu me radhë. Kjo është në Buhari, ma e shkurta, ma e sakta. Sa herë që e lexojmë këtë dua, të besojmë bindshëm 100% se bëhet halal shefati pejgamberit mbi neve. Për çat jetojmë neve me këto ndjenja, elhamdulillah, me shpresë, o gjema, se për ndryshe me këto gjunafe, me këtë stil të jetës, neve që e bëjmë kështu. Se di, po hatri Allahut, rahmeti madh i Allahut, e kemi një pejgamber të madh që shif me një dua 2-3 reshta nuk bombe. Një reshtë e gjysmë ndoshta e marrim shefatin e atij, ndërmjetësimin e atij. Do thënë vesilja kjo dhe e dyta Keutheri, një tipar, një veçori që i takon pejgamberit alayhi salatu wassalam. Enesi radiallahu anhu transmeton, thot një ditë duke ecë unë në xhennet, në xhennet, pra në skenat e mirazhit, mu paraqit mua një bazen, një haud, një ner, një lum, një lum, dhe skajet i kishte si kubabu lu'lu me kube nga perla, nga margaritarësh, do kube të bukra, jo si kube tona, pi gjion, pi alumini, pi teneqe, pi gjibon. I thash Gjibrilit alayhi salatu wasalam, çka është kjo pamje? Më tha, kjo është Keutheri të cilën do ta jepë ty Allahu xhelle xhelaluhu. Pastaj thot pejgamberi alayhis salam, e preku me dorë, pra e kapi me dorë truallin, kur themi tokën e xhennetit, dhe nxori pe aty, pra prej ndër atij lumi, e futi dorën Gjibrili alayhis salam dhe nxori në misk një erë të këndshme të xhennetit. Vin edhe disa hadithe të bukura lidhje me Keutherin, pra është një dhurat, një shpërblim i madh vetëm pejgamberit alayhis salatu wassalam që do të jepet, që me një hadith tjetër thot, atani el Keuthera, vetëm mua Allahu Taala ma ka dhënë Keutherin, është një lum nga xhenneti dhe do të rrjedh direkt në një bazen. Dhe aty do jetë bazeni im, pe ku do të jap besimtarve të pinë. Ibn Abbasi, si myfesir, çka do thoshte myfesir? Komentuesi Kuranit, më i famshmi, i pari ndoshta i ummetit, e komenton ajetin numër 5 të surës Duha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Së shpejti Zoti do të japë ty dhe ti do të bëhesh razi. Ka thënë Ibn Abbasi, do të jep Allahu 1000 pallate nga perla, me perla domethënë, me margaritar, me gur të çmueshëm të zbukuruara. Turabuhunne el misk, që ndër atë lum trualli toka do t'i vi era misk, sot shkojmë në ato detnat, shkelish më fera. Dinë si janë tash ato video që bojnë hasret të preke do një shishe kama, driti hip veturës avionit hik për ati vendi. E zmadhojmë shumë. E në mund ka ndodh njerë si fmi, qka se më shkojnë dërment? A peshka qenë? A një këto deti. Peshka qenë, meduza, se ma më fund dulse, ku e di një shkop, ishte me një di fera, ama ne që ku shkelim, dhe ja për ku shkojmë të bojmë i rezim këtë dynja, të veshim kupachki, done të veshim dhe dalim para njerëzve në atë gjendje, pa e mbulu auretin, e hiq mos e krahasojmë gjinin femrore, tu pas shife trualli ati lumit, ati bazenit, do ketë erë të miskut. Fihi ma yuslihuhunne, aty do ketë gjithçka që i përshtatet njerëzve edhe banorve të xhennetit, pra në atë bazen. Dërsa në një rivajet tjetër thot,
aty ka gjithçka që dhe i përshtatet grave dhe hizmeqarve, pra për të na bë hizmet, apo për të përjetu do qaste sa më të gëzushme, sa më të lumtura, në atë bazen, apo në atë xhenet, do ketë skena që se cila do skenë do të na përshtatet neve. Një dakik nuk d'ja bësh. E në këtu është ashtu. Vallaj tash bie me bo. Mezliset ku mbajt derë se thot pejgamberi është bafqe nga bafqet e xhenetit. Ama që kemi atë perde të dynjalekit. Në vend mërzi apo të zihet midisi, nuk gjujni, nuk hoxhës i mire gjoja. Dhe njerë të zhe sajni bash ataj që shkoja i dhami xhamata. U kallzova para një dijave. Karamela, kërc dhami, blomba. Shkoj dhami. Shkoj Allahu Taala na jep neve pa pare. Ta shkon dreçe një, vine. Vesh një ta vesh që ka mash tret unë s'e marr vesh. 3000 heke, të ma bëjë si ur, ma lirë, vesh një dhëmë të ma fejte ma shtretun, që këtë s'e mora vesh. Allahu gjithë të dhamë na fali pa pare nësë një rujtëm. 3 copa një nësot më kanë shku. Gjdo 10 vjetë ka një dhëmë bone hesap. E zete një 12 vjetë, 13 vjetë, sa jonë duket e te prova. Dhëmë të qumë shtit, 20 vjetë së një rujtëm dhëmët. Kështu si qëkëm 45 dhe dalë me ato të plastikës, diktohet gjemat. 45 bilo shumë. Ama qa jo, perdet e kësaj dynjas, apo shkon koncentrimi, lëviz diçka sen. Ama në xhenet, gjdo s'ken do jetë që na përshtatet. S'ka pengon ajo, pengon kjo. Dhe, tregohet e Dara Qutni, bile Molla Lulkari, njerë ma pa do e përmendi, qka do të thot grave dhe hizmeqarve. Hizmeqarët i përmendëm para do derseve, do jenë gjem të ri, të bukur në fytyr, çdo të buzëqeshëm dhe asnjëherë nuk në e prishin. Një çaj, sos puna, një çaj ta bie. Sos ma çat punta, sos kët punë. E ne nuk bën çere apo si ne gazdallarëve që i bëjmë apo ta lip një sen drejt apo kamarierët apo. Shon vonë murën vesh se duhesh ka mirë me usill me kamarierët. Se po nuk usole mirë, nat kafe, a e shojshat, gjithë duket si shlak. E ta di se ajo diçka që del nga goja ati kamarierit. Po qa silluni mirë me kamarierët. Hizmeqarshu e gratë, ose hyrije që kalojnë edhe në ajetet kuranore, apo që më pëlqeu më shumë, gratë që i kemi në këtë dynja, se do duken shumë më të mira, do jenë shumë më të nuk u besohet xhamatit. Nuk halis në për qitape kalojnë këto, do jenë shumë më të mira, shumë më të bukra, se sot që janë bile dhe se gratë e xhenetit do jenë më të mira. Pse? Se gratë e xhenetit do kryen vetëm në xhenet, a këto e kanë përjetuar edhe atë sfidë në këtë dynja, për çat Allahu Taala do i gradoj më tepër se gratë e xhenetit. Për çat e ne me ato mirë cilën. E ne me ato mirë cilën. E tash kalon e hadithin e Dara Qutni që kalon Hazreti Aisha radiallahu ta'ala anha tregon, thotë e pyetën pejgamberin alayhis salam për këtë Keutherin, për këtë lumin që derdhet në fund në një bazen dhe i takon vetëm pejgamberit alayhis salam dhe d'jape ummetit të tij, sidomos të rinjve, nga duart e tij të bekuara të pinë, e në mo asnjëherë nuk do eten si tash që jemi tu et neve, tha, a dojni t'ja dëgjoni si i thujnë asaj, zhurmën asaj, gurgullimën, si i thujnë, kur gurgullon dojnë se, gurgullim. A dojni t'ja dëgjoni, tha Hazreti Aisha, po, na tha pejgamberi islam, vëndojni të dy gishtat, majet e gishtave në vesh dhe mbyllni veshët me ta. Atë zhurmë që e dëgjoni një gurgullim aty dëgjohet, ta dini se Allahu ka dhënë hise të përfitoni nga i bazen i pejgamberit alayhis salatu wassalam. Dhe me këtë mbaron kjo pjesë, ishte e shkurtër, e bereqetshme, po derset tona duhet zgjasin, po nuk o dersi xhumas te kjo, ani se ditët e premte i mbajnë. Derset e xhumas ishin ka 15-20 minuta, shilderën, apo bere letrën ka bo hatme, ju kitë në shtëpi ndoshta bëjnë një hatme, ama nuk bëjnë letra këto. Se kjo ders, kjo është ligjerat, këtu mësohet dini Allahut. Për çat tash e bëjmë një pauzë, mo themi po, që të ndalet edhe kamera si e ka baterin 20 minuta, e ne vazhdojmë me temën e radhës që është shumë e rëndësishme. Qadi Iyadi thot, nëse më thua me Kurani Kerim, me hadithet sahih, me ijma në ummetit, pra kitë ulemat unanimisht, është vendosur, është e bëhe qartë se pejgamberi jon i dashur është njeriu më i virtytshëm, njeriu më bujar, më i ndershëm e më i vlefshëm nga gjithë pejgamberët tjerë. Atëherë, çka janë kuptimet e do haditheve që i shohim neve,
Ku thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, apo na ndalon mos e mbivlerësojmë ndonjë pejgamber mbi ndonjë pejgamber tjetër, në veçanti veten thot pejgamberi, mua mos më vlerësoni më shumë se pejgamberët tjerë. A deri sot kaluan plot hadithe se pejgamberi alayhis salam thoshte, un jam efendia, un jam zotnia i kit pejgamberve, i kit njerëzve, dhe në fund si e mbaronte wala fakhra. Kët nuk e thon për krenari. Si për shembull, tash do i lexojmë disa hadithe, që këto hadithe pse them janë të rëndësishme xhamat? Njëci hadithe që ne rujnë mezhebin Hanefi, si ishin të rëndësishme shumë, po neve nuk i dham shumë kushtim aty, nëse e pam gjyshin Hanefi, nanën Hanefie, ku e di imamin e xhamisë, ne ju dham dinjallekit, ju dham darsmave, ju dham plazhit, detit, e ne na dolën hoxhallar që than mezhebi Hanefi është në kundërshtim me sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Tash më duket edhe ato u dhon mbas dinjallekit, mbas detit, mbas plazhit, mbas restorantit, tash dul edhe një rrymë tjetër që thot hadithet janë kundërshtim me ajetet kuranore, apo hadithet bien ndesh me njëna tjetrën, për çfarë duhet t'i lamanesh hadithet? A nuk ekziston një frymë e tillë sot? Allahu Taala na rujt nga sherrri i asaj. Ja fiks kjo temë. Si duhet t'i kuptojmë? Me komentimin e ulemave, që shpëtojmë imanin neve. Në fund, inshallah nuk e harroj një pikë shumë të rëndësishme. Njëri pi sahabive shkon prap te Ibn Abbasi, shpëton ma imanin, thot se dallgët e Kur'anit më kapën. Për çat unë e them oloçka, mos përkthimin e Kur'anit ta lexosh vet. Nëse një sahabi, inshallah kur do vije pastaj tema, thot më kapën dallgët e Kur'anit, e kesh tu mbyt, pra kesh tu e hup imanin, se ne kuptova këtë ajet kuranor. A mund të ma sqarojsh? Ai ja sqaron edhe i qetësohet zemra. Tash dy hadithe bin ndesh sikur. Pejgamberi thot un jam më i vlefshëm, këndi thot mos më vlerësoni mbi pejgamberët tjerë. Apo, si një turk është, ajo është bërë shumë i famshëm, tash nuk o hoq, ama njeri mençëm, djali mençur, fëtratin e pastër, miret me filozofi, pak atë i mumhin, nërë mund si kom qifa të stil, ama prap mirë, elhamdulillah, edhe ai nuk i don këto punët e mohimit haditheve, e ne azan me një që këshu kuranist, e na i thot, si di besoj haditheve kur me një ve kalon, shife cilën tem kapet be idioti, pi këtu kuptoje se nuk e dun pejgamberin al-Islam. Qindra mija, miliona hadithe ka shkon kapet te çështjet biologjike që i ka çdo njeri. Than një shprehje thot, edhe kshu ka urinu pejgamberi, e ne kshu ka urinu pejgamberi. E i thot, pse ka qenë njeri, pse një herë njet nuk e ka bo urinën, 23 vjet ka qenë si pejgamber, ndonjëherë ka ndodhur kësi situate kshu e ka bo urinën, ndonjëherë ka ndodhur kshu e ka bo urinën. Duhet veç muslimani mençur ti jesh pa ta komentojsh këtë me një komentim freskues. Ndonjëherë kshu ka pi ujë, ndonjëherë ashtu ka pi ujë, nuk ka qenë gips pejgamberi astaghfirullah sallallahu alaihi wasallam. Ha? Disa i ka bë ta'limen lil javas, na mësoje se është xhaiz kjo, ama kënde ka vendos kjo është sunet më i fortë. Për shembull, ujtin ta pish në kam ka thënë nuk është mirë me e pi, ama ndonjëherë ka pi. Do me thënë nuk hysh në haram se e pish kështu. Ama ta vendosi unë sunetin e fortë, më shpesh ulur e ka pi. Dhe këto me komentet e ulemave mësohen. E tash hadithi i parë ke kjo. Hala nuk e kemi lexuar, thon hadithi i parë. Hadithi i parë vjen tash. Ibn Abbas radhiyallahu anhu transmeton nga pejgamberi alayhi salatu wasalam se ka thënë: nuk i ka hi asnjë besimtari, asnjë robi të Allahut, jo pejgamber, as tjerët, vetëm pejgamberët nëse s'an thonë tjerët hiç më s'an thonë, nuk i ka hi një robi, thot ene khairun min Yunus ibn Metta. Un jam më khairli, më i mirë se Hazreti Yunusi. Hadithi tjetër nga Ebu Hurajra radhiyallahu anhu. Do i përmendi këtu vetëm hadithet, pastaj do japim xhevapet. Hadithi tjetër nga Ebu Hurajra. Një jahudi në prezencën e një ensari u bani bie që këshu, i betohem ati Zoti që e ka zgjedh Hazreti Musën si më i miri i kit njerëzve. Aty ishte një ensar, një musliman i Medines, ja futin shuplak, së ne duroj këtë. Me njerë ja futin shuplak. Dhe tha, a i thuash këto fjalë duke qenë mesin ton, pejgamberi jon i dashur sallallahu alaihi wasallam, i erdhi ky lajm pejgamberit dhe tha, la tufaddilu bejne l'anbiya, mos më quajini më të virtytshëm mua se pejgamberët tjerë. Roft avioni. Mos më quajini mua më të virtytshëm se pejgamberët tjerë. Apo me një hadith tjetër,
mos më quani mu më khajrli se Hazreti Musa, apo mos those ndonjëni për jush se dëkush tjetër është më i mirë se Hazreti Yunusi, apo një hadith tjetër nga Ebu Hurera, thot pejgamberi a.s. Kush thot se unë jam më i mirë, pra pejgamberi a.s. Unë jam më i mirë se Hazreti Yunusi, a i ka gënyer. A i ka gënyer. Shife si mund të kapet ai modernisti që i mohon hadithet. Atër si pas fejës tënde duhet t'i thush, stakfirullah hasha pejgamberit. Pejgamberi bie në kontradikt me veten e tij me të thënë. A jemi në gjendje të japim xhevap aty në dyshmanëve të fesë dhe të pejgamberit o xhamat? A jemi në gjendje të japim xhevap? Çka të kishim punë elementare që jemi krijuar në këtë dynjë. T'ia rrujmë namusin, t'ia rrujmë hakin pejgamberit alayhis salam. Ma pa babës, ma pa nanës, ma pa hoxhës, ma pa shefit që bëhet sebeb për ta çuar një buk, e në aty ne duhet me varrujt nderin. Nuk me i tradhtu me njerë. Se kom qif hiq. Aty ku fitojsh buk, e ne të flasish keq për atë njeri, nëse është shumë i keq, mos puno aty. Lene atë punë dil. Tamam. Mos e mbaj, sidomos të hoxha, mos i mbaj ato fjalë se ma pa. Unë ati du t'i besoj si musliman i mirë, nuk du t'a di çfarë padrejtësiet ka botit. Barem paktën mu më mi kallëzo ato. Se ma pa kur e shoh futës, e shikoj kështu shtrembët. Nuk du ashtu. Për çat jemi kriju. Këtë dynja, puna elementare, farz numër 1 i çdo muslimani është t'ia ruajë nderin pejgamberit alayhis salam. Sot përballë kijat me emrin musliman që don ta nënçmoje pejgamberin, don ta bjerë sikur ka rënë ndesh me fjalët e veta. Shif çka thot? Kush thot se unë jam më i xhairit se Hazreti Yunusi, është gënjeshtar. A vetë pejgamberi ka thonë unë jam më i miri se gjithë tjerët. Si di besojmë kësaj? Apo Ibn Mesudi që e transmeton një hadith të një që mos those dëkush për ju se unë jam më i mirë se Hazreti Yunusi, apo një njeri i erdhi pejgamberit alayhis salatu vesselam dhe i tha: "Ja khayra al-berije, o më i xhairit të këtë njerëzve. O më i xhairit të këtë njerëzve. O më i miri i njerëzimit, berije." Shife me çfarë shprehjesh? Wo hoxhu. Bëjmë shiqir hoxhu i tha. Ama atë hoxhën e thot si me ja shajt gruan. A hoxha, në të ti kthesh, a doktor, ha? A këshu dhe e thirim një qetrin, apo? Gjika, ku ka profesion ma të shenë se hoxha leki? E në urologi, e në kitë doktorët tjera, apo? Nuk miret ashtu, ti theksit e kuptesh se hoxha leki të aj është, qështu? Ma por, se pastrusi. Pi ka e kuptesh pi qasjes në dynja. E kuptesh se si e shef hoxhën. E në qas për i nati se një 10 gjemë 3 hecin me hoxhën bashk, shkojnë e falin akshamin apo jatsin. Ajo pamje e vret kitë gjinafin. A që më shirëshëm që jam dhe një thëmë, ja i ndalë në qatej. E më në shofe gjinafi se qa që ka, po, vjetët. Po të shkoje që atëm prezencën tonë, po dhe duhet net ndërhim, ma po dhe mendojnë se ne kina bodën. Dë vdese gjinafi kur në shef. Dë vdese. Vallaj fregim se dë vdese. A unë e kur gjos këm kundër ati. Unë e ndjenë zemër se kom një simpati. Ja khajra alberije, o më i miri i njerëzimit, pejgamberi a.s. i kthehet, a ishte Ibrahimi a.s. Ja. Për qatë kur më thot dhe kushi, kuj e be, hoxha më i merë dinja, kanë vdek ato, kanë jetau. E në këtu ka jetau Mulla Mamuti, e në Kumanov ka jetu Mulla Jakupi, e në Gostivar kanë jetu, e në Shqipni, e në Kosovë, ama kanë jetu, o loqka. Ne sot mund bëhemi shumë të mirë, më të mirit mund bëhemi, vetëm si të imitojmë ato, e ndvahecim rrugën aty. Allahu i shpërbleft ato për çdo mund që e kanë dhënë. Që ne mëson çka din, e në shkët shifa i sherif, plot shënime që ka marrë i Hoxha Efendi që ka jetun trevat tona. Ja ka bo hedije, një hoxh nga Dibra, një hoxhës në Odri, librin, tamo? Një hoxh nga Dibra, Osmanigje ka shkrujt, Turqe ka shkrujt, teshki shqiptar ka qenë, ama gjuhë zyrtare, ne ja ka bo hedije. Pra që këto teritoret tona ka ndosë që këto libra, o lëçka. A e kupton tash, vindo hadithe që bien si kur ndesh me hadithet e derseve të kaluara, tash dhe japim gjevapet i shama, përgjigjet. Ta dish, o lexues i dashur, se ulemat për këto hadithe kanë pru disa komente, me 5 komente, të vile i thuin, pra interpretimet bukra, që t'japim një përgjigje të kuptueshme,
që mos i mohojmë të dy palët e haditheve. Thot e para është se na ka ndalu pejgamberi a.s. nga bivlerësimi ta bësh tafdil pejgamberin mbi pejgamberët tjerë, këtë e ka thënë para se t'ja mësoj Allahu apo Gjibrili se ai ka qenë më i miri njerëzimit. Tamam. Se pejgamberi ka jetu, nuk ka qenë një moment ai pejgamber, bam, bum, erdhi në qiell, shkoj. Jo, ka jetu, sa ka qenë një fazë, një periudhë kohore, 23 vjeçare pejgamberleku. Ndoshta ditët e para i ka thonë që këto e mu më quajni më të virtytshëm se tjerët. Pastaj Gjibrili a.s. kur i thot Allahu Teala ty të vlerëson mbi gjithë pejgamberët tjerë, atëherë ka thënë unë jam më i miri, dhe këtë nuk e thon për krenari. Kjo e para. Sepse thot, për me bo mbi vlerësim, për me vlerësu dikë mbi tjetrin, kjo do një argument, dhe kjo do të vijë nga Allahu, pra nga Gjibrili a.s. te pejgamberi, ai të na mësoje. Përderisa nuk ka ardhur diçka, ai që më vlerëson mua mbi Yunusin a.s. është gënjeshtar. Pse është gënjeshtar? Flet pa dije, flet me emocione. Pse më don mua e shumë, vlerëson mua më tepër se pejgamberët tjerë. Për me vlerësu një pejgamber, mbi një pejgamber tjetër duhesh ka me pas argument ose nga Kurani ose nga hadithi. Ato ditë ende nuk ka ardhur, prandaj heshni thot, mos vlerësojni ndonjë pejgamber mbi tjetrin. Shumë përgjigje e qartë dhe e kuptueshme apo. Çepse quhesh gënjeshtar, se pa argument. Pa argument kur flasish me emocione. Me emocione, muslimanit nuk i ka hije me fol. Për taj unë mund të jem hoxha maj me ndinjo, për atë qetrin nuk jam, për qatë një parim është, edep është, prezencën e xhematlive të hoxhalarve qerë, hoxha jot nuk duhet lavdrohet. Themi shkojmë misafir. Zaten, para hoxhës Ahmet nuk la unë e taj mu të më lavdroj, shef të mshiri gjojëm në kusha la fakhra, ose ku ta kishim bri Mulla Jakupin. Themi jemi në xhamatin e hoxhës Mulla Jakup, në tej ti kallëzoj atine në hoxha jon, hoxha besim kallëzon derset mëra. Si ai ensariu aty jahudi, si ja ka fajt në shuflak, kujdes se ne flasim para një xhamatit, një hoxhës shumë të madh. E këtë nuk e thon për të shtajr. Kjo është një parim elementar i edepit të mexhliseve. Tash, a jemi këtu? Këta unë jam bo. Unë jam bo si këta. Për qatë nëse do vish nga një mexhlis tjetër, për të merën të ndekëm, mbaje për vitja dashnit hoxhës tëndë. Se bie keq, pasqyre keq e bëhet, haj unë e si hoxhë mund të përtepi, ama nëse jo mbo sebe për t'ja shpëtu dinin, ahiretin dhe kujt, a mund të marre me shumë emocione, e mund të those, a mund të mshilish gjojnë se më ke hinë nerva. Tamam. E ne ka ndodhë si mua vete, për qatë unë nuk du, edhe du muslimani me zliseve, ta kjet atë tërbije. Mos ja vjedh showin njerit. Ate showin e ka kja. Këta spotlightet, mo flasim. Shkojmë nesër misafir dhe kundi, a i hoxha që kemi shku, a i djetë në kryet vendit, ne jemi talebet më të mëdhejt ati. Ne jemi xhematlit më të edukat, më të terbjelit ati. Tamam. Jo të shitemi edhe ne të flasim e ne para ati. Këto e depe kom qif neve si xhemat, modest, ti kemi. Nesër mund shkojmë, nesër mund vije dhe një hoxh, dim të silemi mirë para hoxhallarve me vlerat mëdhaja. Këtë e kuptum, inshallah. Po ashtu, kur thot pejgamberi a.s. Une nuk thom se dëkushi është më i vlefshëm, më i virtytshëm se Hazreti Yunusi. Këtë hadith e bashkë këtë e pas kam kësë. Një prej haditheve nalë që kalonte, thot pejgamberi, une nuk thom se dëkushi është më i virtytshëm se Hazreti Yunusi. A në fund, dhe sqaroj pse bashkë të Hazreti Yunusi ka prek pejgamberi a.s. Thot nga kjo hadith, nuk kuptohet se e ndalon pejgamberi a.s. Me kuptu thell, nuk kuptohet me mendu thell, nuk kuptohet se në ndalon me mbi vlerësu dikë tjetër. Thot, nuk thom une se dëkushi është më i virtytshëm se Hazreti Yunusi. Ama Gjibrili a.s. mund those. Allahu Teala mund those. Kjo komenti i parë. Komenti i dytë. Pejgamberi a.s. këto mund t'i thot edhe si njeri modest. Tamam, e din vlerën e tij te Allahu se është më i lartë se gjithë pejgamberët tjerë, ai ta shfaqi veten modest, ta thom këtë se mos më lavdroni mua më tepër se Hazreti Yunusi.
apo për me largu nga ymeti ti qibrin, apo vetë pëlqimin. Mirë po thot Kadi Jadi, kiloj i komentit nuk shpëton nga do i etirada. Mund vinë do kundërshtime këtu. Se pozita e pejgamberlekit nuk o pozit e hatrit. Nëse i ka ardhur një informat nga Xhibrili a.s. se ti je më i virtytshëm se gjithë qerët, e ka obligim t'ja tregoj këtëve. Kjo tinglon sikur e mçef një realitet, ki komenti ditë thot nuk më pëlqen atë shumë, për çfarë thot, kjo mund vlej vetëm ndërmjet neve që s'jemi pejgamber, ndërmjet viti hoxhallarët, te mund t'i jesh më i ditshëm se ai thot, ama si modesti mund ta shpresh atë se qofshin pejgamber, qofshin ulema, evlia, ndonjë pik dëkushi mund të jetë më lart, më i virtytshëm se tjetri. Tamam. Themi Hazreti Nuhi alayhi salatu wassalam me mat me njësi kohore, më i virtytshëm se pejgamberët tjerë, se më gjatë ka bë davet. Shif një pik. Atëherë mund aty ta komentojmë këtë pejgamberi ka thënë, tamam, edhe si modesti që ja pranoj se ati më shumë davet ka bë, ose ka hek më shumë e kështu me radhë. Mirë, po ki komenti i dytë, pak sikur nuk i pëlqen Kadi Iyadit. Komenti i tretë. Komenti i tretë. 478. Bravo. Komenti i tretë thot, thot na ka ndalu pejgamberi alayhis salatu wasalam, mos e vlerësojmë ndonjë pejgamber mbi tjetrin, në veçantë pejgamberin ton të dashur sallallahu alaihi wasallam, mbi tjerët, që mos të çoje kjo sikur xhamati i pejgamberit, ymeti i pejgamberit, apo neve të mendojmë se Yunusi alayhis salam ka qenë diçka me noksanllëk, apo se ne ka bë pejgamberllekin si duhet. Sidomos thot kur është fjala për Hazreti Yunusin, se Allahu Taala në Kur'an na tregon një rast që e dini, idh ebeqa ila al-fulki al-mashhun, kur iku, ebeqa, është përmend një shprehje ebeqa, fili madhi apo ebeqa. Bile është mehmuz el fa. Fa u filin e ka me hemze. Me 3 shkronja është thulathi mujarrad, ebeqa. E ka kuptimin kur ik robi nga pronari vet. Abik i thujnë, ti je pronar e ki e një rob, sklav që i thujnë. Ai nëse hik pa lejen tënde, ai është abik. Folja e kësaj është ebeka. Shif këtë shprehje ka përdor. Yani nuk iku si dëni frikacak, kështu, edhin arabishtja shumë e gjërë. Yani shkoj si kur pa marr izën pi Zotit dhe hynin atë anije. Pastaj e dini e gëlltiti peshku, balena, pastaj e boni dua dhe e nxori Allahu Taala saksalem pi. Aty e kuptoj se ka gabu, pa iznin e Zotit, ka bon një lëvizje. I dhehebe mughadiben, kur shkoj i zemruar, i nervozuar, fe dhanne ellen neqdira alej, dhe besoj që neve nuk do t'ja caktojmë ati një ndëshkim apo një sprovë. E thot, nga këto ajete, mund të keqkuptoje ndonjë musliman, sidomos filestar, apo që si ka punë të qartë ende në islam, se sikur Yunusi a.s. së ne ka bo majtë pejgamberlekin. Pa lejnë e Zotit shkoj. Nuk është ashtu. Sejjatul hasenatul ebrar, sejjatul mukarrabin kanë thënë. Hasenatul ebrar. Sevapet e njerëzve të mirë që janë të thjesht si neve, nuk bëjnë asa thojza gjunafet gabimet e robëve të afërt Allahu xhellet. Se ai edhe këtë e ka bo me një hidhrim për rizat Allahut. A i thirrte ato në islam, ato bëshin inat, derisa më në fund, e boni ati ijtihadin e vetë, u largu për aty, tha, këto e kanë meritun dëshkimin e Allahut, ama Allahu Taala ja boni me dije se jo unë ende nuk e kisha caktu, e ktheu dhe e shpëtoi, është ymeti vetëm që pasi u duk në dëshkimi që dhe i kaplon të ketë, u kthye mbas. Prap hatri ati pejgamberit Hazreti Yunus u kthye mbas. Prap Allahu Taala i shpëtoi. E nxori nga balena dhe i shpëtoi ato. E thot, në ndalon pejgamberi a.s. Sidomos, mëson vlerësoni në bumbi Yunusin a.s. se ju mund të keqkuptoni Yunusin, a është pejgamber, e në të mendojni se është noksan, se është i cekët, bojt qufër për ju e hupish imanin. Shef, tu lexu hadithe, tu lexu Kurani Kerim, e hupe imanin. Se dhe lexosh për kthimin, iku. Po, një hajdut, ne kina pas e hajduti, hajini, frigacaku, ai që ik pi lufte. Dhe shkoj diçka e keqe ndërmend,
shkoj imani. Pse mendove diçka keq për një pejgamber? E pejgamberi unë i dashur që këtë keni kujdes, as nga Hazreti Yunusi bile mos më quajni më të virtytshëm. Apo një kuptim tjetër Molla Aliul Qari, këtë ta dëgjojmë me vëmendje. Thot muslimant që i dëgjojnë derset e Shifai Sherifit dhe para disa derseve që kaloi tema e Mirajit, mos e kujtoje se pejgamberi a.s. i joni që e boni Mirajin për ka 7 katë qiejt, pastaj deri në Sidretul Munteha, ishte ma nalt se sa, yani ma afër Zotit se sa Mirajin që e kreu Hazreti Yunusi a.s. në barkun e balenës. Se dhe aty ishte një terbije e madhe, e në aty të regojmë mrekulliat mëdhaja Allahu Dhul Gjelal, Miraji Hazreti Yunusit ishte në barkun e balenës. Se thot Molla Aliul Qari, që ne hoxalarët, qoftë Hanefie, qoftë Selefi, që i zbukurojmë bibliotekat tona me librat e atij Mubarekit, rahimahullahu ta'ala, thot se për Allahun ta'ala, as 7 ka qejt për terma, e as arshi për terma, e as ndër tokë, ndër oqean, barku i balenës, nuk vlen kur gjo se Allahu ta'ala s'ka pozit, s'ka vend. Miraji është diçka tjetër, afërsia te Allahu Dhul Gjelal është diçka tjetër, që mos keq kuptoje dëkushi, dbije në mujessime, dëbohet me akidet, mendoje se Zoti është nalt, pejgamberi on i dashur ish afru Zotit se shkoj për terma në Miraj, mos më quajni më të virtytshëm se Hazreti Yunusin që e kompletoi Mirajin në barkun e balenës, ndër tokë në për ersira. 3 ersira e kapën, ersira e natës, ersira e detit, e në ersira e barkut të oqeanit. Pi aty u lut, njëci pejgamberi a.s. që u lut nga Sidretul Muntehaja. E në pejgamberit ton të dashur ja pranoj lutjen, e në Hazreti Yunusit ja pranoj lutjen. Afërsia me Allahun nuk është me distance, me vende, me pozita. Allah ja rabi shpërbleje Molla Aliul Qarin për këtë koment. Kishte koment bedia, jashtëzakonshëm. Kësha komenti unë s'kisha pa xhema. Nuk jam dhe një farë hoxhe që të vlerësoj komentet ulemave. Ama kjo ishte diçka. Kjo ishte komenti i tret se si duhet ta kuptojmë. Pra Hazreti Yunusi, për atë se ka ardhur një ajet kuranor, i hidhëruar me popullin e tij, shkojnë atë anije, mund ta keq kuptojsh ti sikur pa lejen e Zotit, atë ka vepruar diçka gabim Hazreti Yunusi. I dhehebe mughadiban fa dhanna lan naqdira alayhi, që më kujtu. Një sahabi si Hazreti Muawiya radiallahu ta'ala anhu, është sahabi shumë i rëndësishëm, a duhet ta duam kështu, hiqen e mos hyn komente. Hoxha ka thënë duhet ta dush, e në botën tjetër takohemi me atë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë ai është nga ulemat e sahabëve, ai është nga mujtehidët e sahabëve. Do të thënë mujtehidët e ummetit, Ebu Hanifja, Imam Maliku e kështu me radhë. Nga mujtehidët e sahabëve, lexon Kur'anin e Kerimin, arab njeriu dhe shumë intelektual si familje. E lexova këtë ajet, len naqdira alayhi. Ato që e din arabishtën dhe kuptojnë tash se mund vi edhe nga rënja kudret, yani mendoi Hazreti Yunusi se ne nuk do kemi fuqi ta ndëshkojmë, e na ashtu mund ta kuptojsh? Edhe mund ta kuptojsh se ne nuk dia kishim caktuar pi kaderit. E ne pi kudretit, takat, kudret që i themi ne, e ne pi kaderit mund të vë kjo. Len naqdira. Pi indukacioneve të fi'lit është vaje leni. Kur vjen leni, në fund të bon me fetha. Len naqdira. Që? Normalisht është naqdiru. Dhe është me gisht që këtu. Apo? Yaqdiru, yaqdirani, yaqdiruna, taqdiru, taqdirani, yaqdirne. Allah i vaboft nasib që kësë zgjedhim të foljeve, ta më cëjmë njëherë kështu për qifi. Për qifi. Shkojmë botën tjetër, tu e ditë të zgjedhojmë folje në gjuhën e Kuranit. Se dim, jas ti, toj, ta, një, vije, ti, e natë e dim, a, ju, shi, it, mit, fit, kit, mit, kita to i dim, ish, li, bë, dish, gjiken ato, anglisht, gjermanisht, ish, si kem ati që, ish, bisht, ish, dust, hajde, thujeve, më të vajmë barë, ani se në nëshmem shumë, dije është kjo, ku ta disha unë gjermanishtën, e në frengjištën jakom lakmi atyune që e din, zhë, du, dua, trua, mëre, ama arabisht duhet ta din. Nasara, nasara, nasaru, nasarat, nasarata, nasarne. Nasarte, nasartuma, nasartum, nasarti, nasartuma, nasartunne, nasartu, nasarna. Më shumë ka arabisht. Po pse be o që ka më shumë? Nuk se ka shumë më shumë, po për çdo numër, si thunë, për çdo vetë, ka edhe numrin për 2 veta. Do thënë, a i ndihmoj, ata 2 ndihmuan,
Ma ba ata shumë ndihmu, ata shumës, 3 veta e më tutje, tamam. Inshallah, Allah i va bof nasib ta mësojni, amin. Nuk i dihet ku kapën kjo dua. E tash, Hazreti Muavija, radiallahu ta'ala anhu, mujtehid, me garancën e pejgamberit është mujtehid dhe është xhennetli. Pejgamberi ka bë dua për atë. Lexon dhe thot: O Ibn Abbas, radiallahu, me njerë shkon të më i diqmi. Ti mund t'jesh hoxha më i madh nëse ka më të ditur se ti, dhe shkojsh të gjunjtë ati. Ja Ibn Abbas, pejgamberi për ty ka thënë se ti e komentuesi më i miri i Kuranit. Shpëtom se më zonën dalgët valët e Kurani Kerimit. Se ne kuptova këtë çka do thot len neqdira. Se mund ta kuptosh edhe mendoi Hazreti Yunusi se ne nuk do kemi fuqi ta ndëshkojmë atë. Kështu një pejgamber a mund mendoj e bile. Thot ajo nuk vjen nga rënja kudra, po vjen nga rënja kader. E një mendoj se nuk dhe jetë caktimi i Zotit, nuk dhe ndodhe, pa ta ndëshkojmë atë ta fusim në barkun e balenës. Ajo ishte një lloj ndëshkimi në dukje, që pastaj ju pranu lutja, Allahu Teala ashtu vepron me të dashurit e tij. Entaj mund të ndodhe edhe një ngushtim i madh në jetë. Të ish në një balenë, në bark balenës, ama në këtë vakët ato balenat kacin, në gëlltetin, nuk qesin prapë për jashtë. Cila balenë është ajo? Balena e kamatës. Kini kujdes gjema. Kini kujdes se më shkoj zanikit, ma bëjni halal këtë javë pak isha me do ilaçe, vëreta se më shkoj zanikit. Se di janë gjohet a gjembas. Kini kujdes pi kamatës, ajo është një balenë që nuk e qelë gojen edhe njerë. A hyne aty usos puna. A hyne aty usos puna, ngjojë që këtë hoqë. Hoxho ka thënë një hoqë ka thënë fetva, ngjojë që këtë hoqë. A din, këshu beso. E ne pse s'ka lidhje. E ne me kanë halal, ti hiki. Se i gjenë dokumente, dun t'i bëjnë halal. Mos një oloqka. Mos prekni aty se digjemi pastaj. As në Evropë, as në Afrikë, as në Antarktik, as në Mars, as në Jupiter. Kërkundi nuk mund t'jetë halal kjo. Është një vepër e mallkuar, i shpallim luftë Allahut e pejgamberit. Hikni kësaj dia shefni xherin. Jetojni në përqiraja, më erdhi akini se sa. Jetojni, s'kam gjë të thënë. Unë s'm garantoj. Pejgamberi alayhis salam ka thënë, unë as nuk u them se thesarët kit pasuritë e tokës i kam unë. Unë e them atë që Allah më ka thënë. E ne hoxhallarët çfarë duhet ta themi? Aman mo daldesim barkun e dëni balenës se mo nuk qilet ajo gjë. E ne dynja lejki është ashtu. E ne këto lukset e tepërta. Ama dhe njerë mund bëjsh dhe një ndëshkim, Allahu Teala ma pa ta qetë, bëjsh një teubet sinqert, një teubet vërtet, dalish për asaj sprove, ndoshta me gjunafet e falura. E në mena prek dhe një bela, mos i hupim shpresat, ama ju lutem me vetë dije mos bëjmë dhe një sprov të madhe. Mirë. Do me thanë, nuk qenë ka nga kudreti, mos e mendoj Hazreti Yunusi se ne nuk dhe kemi fuqi atë ta sprovojmë kështu, pa i mendoj se nuk do ndodhe diçka tjetër në caktimin ton. Mendoj se këto e merituan dënimin, ja unë e hiqem, ato le të dënohen, unë ta shpëtoj veten, një si pejgamberët tjerë Hazreti Luti e kështu me radhë. Tamam. Forma e katërt e komentimit të këtyne haditheve është na ka ndalu pejgamberi alayhis salam mos bëjmë bivlerësim mbi fiks esencën e pejgamberllëkut. Do me thënë, si pejgamber Muhammed Mustafa s.a.s. si pejgamber Hazreti Yunusi. Këtë në të barabartë. Hazreti Ibrahimi, Hazreti Musa. Në aspektin e pejgamberllëkut mos dysho se dëkushi është më nalt se dëkush tjetër. A me virtyte karakterit të vetë, ka qenë me fjalë më i bukur, ka qenë me sjellje më i mirë, ka ndikuar në më shumë zemra, sheriati ati ka pas më shumë mucize, më shumë mrekulli, ajo po. Ama fiks si pejgamberlëk, e në Hazreti Musa, e në Hazreti Isa, e në Muhammed Mustafa s.a.s. Këtë janë të barabartë. Po ndryshimi mund tjetë që, si thamë, në karaktere, personalitete, bukurite, sjelljeve, e këshu me radhë. Si ka thënë Allahu Teala, وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ. Neve me të vërtetë kemi vlerësuar doni pejgamber mbi doni pejgamber tjetër. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا, dhe Hazreti Davudit ja dham Zeburin. Shif, Allahun veçanti kur e përmend Hazreti Davudin, del se është më i virtytshëm se do pejgamber tjerë që s'kan libra për shembull. Apo si ka thënë Allahu Teala, tilke rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Këto pejgamberët ton, disa i kemi bërë më të virtytshëm se tjerët. Ndërsa disa ulema tjerë kështu e kanë komentuar
kjo tafdil, pra ky mbivlerësim, nuk është për botën tjetër, po ka qenë vetëm për këtë dynja, dhe kjo mund ndodhe në 3 gjendje. Ose ajetet kijet ma shumë ajete i kanë ardhur nga Xhibrili a.s. Apo ma shumë muxhize i kanë ndodhur atij pejgamberi, e kur i krahasojmë muxhizet, po ky pejgamber është më lart se pejgamberi tjetër. E dihet se pejgamberi a.s. edhe mos kishte asnjë muxhize tjetër, që çau hanën në gjys, që nga gishtat e tij dolën me litra me tone ujë që u dha ujë ushtarëve të tij në atë luftën ku ndodhi në Uhud, më duket, mos jem gabim, me kujtesën si jemi kërkuar të Allah na falt. Ama vetëm që këtë e dim se nga gishtrind i ka dal ujë dhe i ka dhënë ujë këtë ushtrisë së tij. Apo edhe shumë muxhize tjera, po do kish mjaftu si muxhize vetëm edhe Kur'ani Kerimi. Kjo e para. Ose si mund të jetë më i virtytshëm në këtë dynja, ummeti i tij do jetë më takva, më i pastër apo më tepër në numër. Për çat neve dalim botën tjetër, jo si ummetet e kaluara, sidomos Hazreti Musa që e kanë maltretuar me ato pyetje. Hazreti Musa ka thënë, "Bënja që këtë punë, po a kështu ta bëj, a ashtu ta bëj, po bën e beloçk." Ka thënë, "Mos e bën këtë punë, po kështu si ta bëj, ashtu si ta bëj, kështu si ta bëj, ashtu si ta bëj." Allahu Teala u thot, "O ditën e shtunë, mos gjuani peshk, ato ama shtej bashtonën ka më shumë peshkaj, gjithë bëjmë, e ne gjetën një çare shumë të madhe, e morën një rjet shumë të madh, e hodhën në lum ditën e shtunë, faktikisht i gjuajtën ditën e shtunë peshkajt, ama dulën të diellën namaz sabahit, kanë falen e sabahit ndoshta. Diellën shkon, i morën ato peshkaj që i kanë zënë. Do me thanë, thojza, ja bonëm trikën në ati pejgamberit që në tha. Ja bone trikën, në qka u shëndruan ata njerës? Në majmuna, tama. Ma pa edhe vdikjen ato. Sa nuk ka vazhdu farefisnia atyne. Për qatë, mos me ndojni se dëkushi që bon si majmun, e ka preardhen për atyne. Ama shif si dënon Allahu Teala. Për qatë, në gjoje për pejgamberin. A ka thanë mos, ri lark. E dyta ishte kjo, dhe e treta, mund vet personaliteti i tij, dhati i tij, vet ai si njeri ka qenë më i virtytshëm, më i sjellshëm, më i bukur, dhe kur themi ky më i sjellshëm se qetri, nuk do të thotë se ai qetri s'ka qenë, a kupton? Ama dënia Hazreti Musa nervozua, po e ka kap vllaun e tij pejgamberi, kishte për mjekre e kapi. A me dhatë e boni për rizat Allahut, se i kanë bërë shirk. E në ne jemi ashtu, o gjema, vetëm për rizat Allahut nervozohemi. Me ato në shtëpi, vetëm për Allah të këzdisemi, kur s'falet sabaj, u desh nervozohemi. Sabaj nuk falet, ne vazhdojmë kur se s'ka ndodhur kur gjë. Vonohet mëngjesi 10 minuta, aman ja Rabbi, kresh qameti ma. S'ka herë për neve. Vonohen derset, vonohen namazet, vonohen dhikret, i lam dhikret. E nes ish një dhikr, një afe bëjsh, pa nuk e bëjsh një muj di. Ama kur e presish ajo, thot që hazër jam zbrest, e presish më vetur. Ajo e prejt më janë vetur, se dibe, subhanallah, si me prejt në gjenema, vendë shejtan apostafat. Po prit beloçk, prit, më vetur, ka klim, prit, noks, së mbresësh. Se dia vesh të unë ndodh kjo, ndodhen të ju, besoj se si hodit ashtë në gjemati, vetur të pres, vdekje. Ama që, me njerët në kujtohet, po Allahu dhul gjelal çfarë ibadete që prit të pineve. Ato namazet e natës fillim që fillum të i falim, pse i lam? Ato dhikre që tham nuk dhe e lam këtë dhikre në njerë, pse e lam? Si të mveç kjo parja e parë dhe shkojnë haqilek, ose numre, pse nuk shkove? Po e vonoj, shef pret Allahu dhul gjelale, një vjet tjetër, pret pejgamberi a.s. vorin e ti, një vjet, u bo 2026, 2027 të dëvaj, pret, a ne 10 minuta së një presim gratë. Pi këtu më marim ftajra, ato shte neve të na qojnë të presim, se nuk del halal pi këtu, ama flasim për sjelljen tonë, për çështjet e dynja, si nervozohemi, për ahiret, ama në ndodhe kjo. Dhe dihet se pejgamberi a.s. Këtë këto ka qenë më i virtytshëm se tjerët. Mirë. Po këtu thot mund t'ja ngjesim edhe një koment të pestë, që kjo është shumë e qartë, e dukshme, thot aty që thot nuk ka të drejtë do një njeri të thosë se unë jam më i mirë se Hazreti Yunusi, jo si parës që tham pejgamberi, do me thonë,
Mu those dëkushi une, pra pejgamberit ka thonë, mu those dëkushi une për Muhammed Mustafa, po ai une atë vetë ai folësi, ai muslimani. Pra neve që jemi pejgamber, mu gaboje dëkush those, unë jam më i mirë se Hazreti Yunusi, se kjo bëhet qufër. Sa dush ti afrohu te Allahu me pozit, me dije, evlia më i madh banu, sëni mbrish në thoj pejgamberve dhe kjo është akidja ehli sunnetit. Evliaja më i madh bile, sëni vjen në thoj sahabiut, e ku më pejgamberve. Prandaj keni kujdes, mund gjojni në aspekt të asketizmit, tasavufit, sent, evliat, mund të jenë bëj pejgambert, kjo shirk, kjo kufër, Allahu Teala na rujt akiden e pastër të ehli sunnetit, dhe me këtë besoj se mund të mbarojmë dersin, po e kom shkujt edhe një koment të shkurt që këtu të amarim pite molle Aliul Qari, e kanë pyet evlian, do shta më të madh të historisë të njerëzimit, Xhunet el Bagdadin, e kanë pyet, a mund një evlia të bëje zina? Heshti një moment, u mendu, ndoshta jep një ilham, një inspirim nga Allahu Xhelle Xhelalu dhe tha, caktimi i Allahut mund bëhet çmos. Kjo është caktimi i Allahut. Do me thënë, derisa s'jemi pejgamber, këtë jemi të ekspozuar të bëjmë gabime. Po Allahu Teala na ruaj nga mëkatet e mëdha. Me mëkatet e vogla thot nuk mund pekish pi evlia Allahit. Myshde për ne o xhema, myshde. Me mëkatet e vogla nuk pekish pi evlia Allahit. Do thënë mik, dosti i Allahut ti je i dashur i Allahut me mëkatet e vogla. Çato që tu prejt në vetur kësdisësh. Vazhdojnë pa kësdisur. Veç modalen fyerje, në ofendime, idhnejme, gëjbete. Allah i na rujt. Shif, me mëkatet e vogla, vetëm ato mëkatet e vogla pas e ke kujdes se mund të çojnë te mëkatet e mëdha. Atëherë parimi më kryesor është e ne pi gjunave të vogla, e ne pi gjunave të mëdha, pe këtë gjunave Allahu Teala na rujt dhe me këtë mbarojmë dersin. Allahu Teala e krijoft këtë ndikim në zemrat tona. Dhe dim si duhet besojmë një. Kot që di falim namazet, kot që do mundohemi të bëjmë dëni sunnet, nëse s'do dim si duhet t'i bashkojmë këto hadithe, që pejgamberi alayhis salam para disa derseve në hadithe thoshte, unë jam më i mirë se këtë pejgamberët, a këtu thot, mos më vlerësoni mu mbi pejgamberët tjerë. Me këtë ders tash e kuptuam kët, e në mu hosh një barë e madhe, edhe mu freskohu zemra, qysh atër kur e kam lexuar vetë këtë libër, po edhe kur e përktheva, e në tash si ders kur e kallxova, e në u vendos bëjgji mirë, inshallah ju ja shefni bereqetin, e në kur të zatekni me ato njerëz që ngucen me hadithe, parimi më i rëndësishëm, hop shporu më të shoh. Bema këtu te unë. Këtu ja kallxoj çifin. Ja, këtë nuk e thom, la fakhra, nuk e thom këtë për krenari. Ama kështu, edhin i gjegëm shpulla si du. Shumë shpolla me libra, kështu faqet e libra, kështu. E kapi, ja veftajrën që ataj, e ne që kështu e mbylli, e ne spleti me që këto librat me lene Allahu Xhelle Xhelalu. Si sugjerim, si një vlla, ju mos hynin polemika në dialog me ata. Ata të helmuar, po vangjesin edhe juve një helm, frege mapa unë tu thanë ato, ti drejtoj, mapa dhe duhet këtu me juve. Mirë, wa akhiru da'wana, enilhamdulillahi rabbil alamin, el Fatiha.